Me Tanin, aktivist, njërin prej pjesëmarrësve të vazhdueshëm në protestot ndaj sot një bisedë, mirë se vjen kënaqësi që jemi ne. Si e ke parë gjithçka që ka ndodhur? Jemi sot në ditën e 36, kemi 21 protestues dhe thirrjet nga dje edhe sot përpara gjykatës janë lironi çunat, lironi protestuesit, njëri prej tyre i sëmur, por me akuza nga avokatët e secilit prej tyre se dhunë është ushtruar jo vetëm ditën e përplasjes përpara parlamentit me policinë, por edhe në ambientet ku ata mbahen, në qeli, në dhomat e paraburgimit. Është e vërtetë, është kjo situata e përplasjes midis protestuesve dhe policisë shtetit. Si e shikoj unë edhe si një ish punonjës policie, në disa momente policia shtetit e ka tejkaluar proporcionalitetin, pra ka përdorur forcë më tepër sa ç'duhej për të shmangur dhe për të shpërbërë një grup protestuesit që në thelbin dhe në bërthamën e tyre kishin aktivistë për të dhënë mesazhe dhe maksimumi që po dëmtonin ishin ato vezët dhe ndonjëherë ai mielli kundrejt deputetëve si një masë ose si një rebelim për t'i thënë që shiko, me ato ligje që ju keni votuar, ne jemi sot këtu dhe po kemi shumë probleme. Për sa i përket grupit protestuesve, është e vërtetë që një ndër to pretendon se ka ushtruar dhunë policia shtetit. Ai specifikon dhe një nga sektorët që është sektori Shqiponja dhe thotë që janë efektiv sektorit Shqiponja që kanë ushtruar dhunë dhe meje. Ngelet në dorën e mjekut ligjor për caktoj nivelin e dhunës. Është dërguar edhe në spital. Në QSUT, aty në spital ai duhet me patjetër ta presi masën e sigurisë atje, nëse kishte kushte shëndetësore jo të përshtatshme që në fillimin e herës, pa diskutim nuk mund mbajë në dhomat e shoqërimit. Dhe kjo është një procedurë standarde e oficerit të rojes, personi punonjësi i policisë shtetit i cili pret të shoqëruarit dhe bën evidentimin e bazës materiale që kanë me vete, gjithë historikut të tyre dhe nëse nuk është për atë dhomë shoqërimi, ai do ta çojë ta marrë masën atje. Dhe struktura shtetërore, prokurori, gjykati kanë të gjitha mundësitë që të shkojnë edhe të japin masën në qendrën spitalore kudo ku tjetë. Pra duhet ishte minimumi që nga ku duhet kishte nisur. Dyshimi është që ai mund të jetë goditur edhe në ambientet e paraburgimit, aty ku ministri tha do duhet fillimisht të shohim kamerat. Me thënë, do duhet të mbetemi te kamerat si prova evidente të këtij rasti, apo kemi raportin e avokatit popullit, po ashtu shoqërimin në ambientet e spitalit dhe vetë deklarata e protestuesit që vuan nga kjo sëmundje. Me thënë, janë prova mjaftueshëm për ta ndjekur, për ta proceduar më pas, për ta hetuar në gjendje të lirë? Gjithmonë në një histori ka tre vërteta, e vërteta e njërës palë tjetër dhe vërteta e Zotit. Vërtetën e Zotit prokuroria do ta çojë përpara përmes hetimit, dhe prandaj afatet e hetimit janë 3 mujore, që të merren pamje, të merret mjekësia ligjore me atë çështje, të merren deklarime, të merren momente, hyrje dalje dhe gjithçka tjetër. Deklaratat e ministrit janë të nxituara, janë për të mbrojtur propagandën pro-policore që policia funksionon aty ku duhet, por që shpesh herë kemi parë që nuk funksionon siç duhet, dhe pa diskutim janë të njëanshme, nuk mund të merren për bazë. Nuk është vetëm çështje e kamerave të sigurisë, sepse siç ju e thash, duhet eksperti mjekoligjor i cili do të bëjë përcaktimin e dhunës, sa ka qenë ajo dhunë, dhe nëse policia e shtetit e ka shoqëruar në dhomat e izolimit duke pasur kriza epilepsie, personin dhe duke e ditur këtë gjë, atëherë është në shkelje të plotë dhe avokati i popullit me deklaratën që ka bërë për lirim të menjëhershëm merr atë statusin juridikisht të duhur dhe me patjetër duhet zbatuar sepse është një sugjerim që shkon në përputhje me gjithë shkaqet dhe me gjithë të situatën që ka personi. Po kjo vlen edhe për personat e tjerë, jo vetëm ai person ka pretenduar dhunë, po edhe shumë nga personat që në momentin e shoqërimit kanë pasur ato konfliktet e çastit me makinat e policisë, deputetit, në makinat e policisë në momentin e futjes komisariat. Pra gjithë secili ka pretendimet e tij dhe përmes avokatit që ka në këto momente çon edhe këto pretendime dhe këto mbeten për tu verifikuar dhe për tu parë. Gjëja tjetër që dua ta ndal është pjesa e prokurorisë, me patjetër që në çdo protestë ka shoqërime, ka ndalime, ka dhe arrestime. Me sa kemi parë dhe me sa jemi ndjeni, thirrja lironi çunat merr sens për një arsye, sepse minimalisht mund t'i ndjekësh në gjendje të lirë për një dëmtim të pronës siç ishte makina e policisë, po absolutisht jo për kundërshtim të forcave të policisë apo për dhunë ndaj forcave të policisë. Kjo nuk qëndron sepse e kemi parë në çdo moment jemi dëshmitar. Për atë momentin e mjetit policisë në gjendje të lirë mund t'i ndjekësh, ka masa të cilat duke nisur edhe nga gjoba pastaj që mund të jetë vendimi final që mund ta lehtësosh, por një ndjekje penale do të ishte një ndjekje arbitrare në favor të
anës tjetër, të palës tjetër që në këtë moment është pala e qeverisë, pala e asaj që ne e quajmë regjimi me të drejtë, sepse tenton të kufizojë dhe të shpërbëjë një nismë qytetare kushtetuese, siç është e drejta protestës që është parë në ditën në 35 ditë, dita 36 sot, është jo paqësore, po futet në histori si një ndër revoltat më paqësore që pretendon të ketë 0 viktima, po të sjell rënien e një regjimi që është shumë më i gjerë se sa qeveria Rama. Okej, të mundojmë të jemi pak korrekt ligjërisht dhe për këtë na ndihmon avokati Arben Langozi që e kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Falenderoj shumë avokat për kohën. Përshëndetje. Jemi korrekt me atë që përmendëm me Gertin deri në këto momente, sjellja e policisë, ajo që është evidentuar nga opozita dhe nga disa institucione si dhunë jo proporcionale ushtruar ndaj protestuesve, gjithçka që ka ndodhur më pas edhe duke nisur nga makinat e policisë teksa janë transferuar për në dhomat e paraburgimit, isë muri më pas që përsëri pretendon se ndaj tij është ushtruar dhunë dhe deri tek reagimi më i fundit ai i ministrit të Brendshëm. Me thënë, çfarë janë akuzat që rëndojnë ndaj protestuesve në këtë rast, që janë nga 1 deri në 7 akuza për person? Unë mendoj që ne akuzat dhe unë pajtoj me Gertin që duhet ishte vetëm për shkatrimin e automjetit të policisë, i cili është një vepër që fare mirë është kundravajtje dhe mund të ndiqet në gjendje të lirë. Në fatmirësisht ka qenë çdo gjë e monitoruar me pamje filmike dhe na si moment ne nuk kemi parë vepra të tjera penale, sepse të protestosh sot nuk është vepër penale. Njëkohësisht në lidhje me veprimet hetimore, unë do mbaj këtë qëndrim. Për mendimin tim, veprimet hetimore nuk duhet ishin kryer nga policia e shtetit. Policia e shtetit në moment që ajo ngre një akuzë për kundërshtim të forcave të rendit apo mosbindje të tyre, as AMP-ja dhe as oficerët e policisë gjyqësore pranë komisariateve i kanë të ndaluar në mënyrë rreptësisht për të hetuar më tej. Duhet të ishte hetuar kjo çështje nga oficerët e prokurorisë, sepse në moment që ne kemi viktim, policinë e shtetit, viktima nuk mund të kryej as arrestime, as veprime të cilat mund të quhen të dyshimta, sepse nuk janë më të besueshëm, sepse një viktim normalisht do ketë një anshmëri gjatë hetimit dhe për këtë arsye jo pa qëllim ligjvënësi e ka ndaluar pjesën e hetimit nga policia gjyqësore pranë policisë shtetit. Për këtë arsye më vlerësoj që hetimet janë të pavlefshme pa ju futur më tej faktit, sepse faktin tashmë ne e pam të gjithë që aty kemi një dhunë të ushtruar nga policia kundrejt protestuesve. Gjë që deri tani askush nuk e ka hetuar, sepse kjo është ajo një anshmëria gjatë hetimit, sepse oficerët e policisë gjyqësore nuk mund të hetojnë veten e tyre. Kështu për këtë arsye u vlerësoj që masat apo arresti i ndaj këtyre protestuesve është i pavlefshëm edhe pa diskutim është i paligjshëm për arsye sepse siç e theksova nuk kemi raste për të caktuar një masë sigurimi. Nëse ne do të referohemi edhe kushteve familjare, historikut të këtyre shtetasve, a mund të mbahet një baba që ka një fëmijë dhe proteston për fëmijën e tij dhe nuk ka kryer asnjë vepër dhune? Pse duhet të arrestohej ai dhe kur shumë mirë punojësit e policisë dinë e kanë dijenin sepse ai deklaroi që ka një fëmijë me probleme të theksuara të shëndetit. Që këtu fillon që ne kemi një masakër ndaj protestuesve. Tani, arsyetimi edhe pse me nota politike i deputetëve apo edhe i ministrit që policia u provokua, çfarë do të thotë? Pra, erdhi si një kundërpërgjigje. Po erdhi në masën e duhur? Kundërpërgjigje. Të lutem, ku ndodhi konflikti? Ndodhi në rrugë aty ku ishin protestuesët. Ç'punë ka policia që të vejë në rrugë të pengojë protestuesët? Ata kanë pas qëllim të mbronin godinën. Jam shumë dakord, le ta mbrojnë godinën, po jo aty ku janë protestuesit. Madje me ligj për protesta nuk duhet të jetë fare policia prezent ku janë protestuesit. Kjo është ajo që ne garantojmë një shtet demokratik. Kërkon policia në mes protestuesve, se kjo është ajo edhe u provokua. Çfarë u provokua? Ata mund të bënin një kordon brenda ambienteve të kuvendit të parlamentit, po jo të dalin në rrugë të pengojnë rrugët siç vepruan. Sepse e dim shumë mirë, janë me pamje filmike të argumentuar që janë bllokuar rrugët për mos fajt e parlamentit. Dhe këtë kush e heton? Pse nuk heton punonjësit e policisë? Pse penguan protestën? Sepse nga ana tjetër, nëse pengohet protesta, është vepër penale. Kush e mban përgjegjësinë për këtë? Si mundet të dalin ne flet një ministër që organizon vetë hetimet,
cakton kush do të hetoj, arreston persona. Për mendimin tim, prokuroria duhet të kishte konstatuar paligjshme komplet procedurën. Se nuk mundet të funksionojë me urdhër politik arrestimi një personi, sepse në moment që policia, siç e theksova, ka marrë urdhra nga ministri i Brendshëm, atëherë çfarë presim ne? Sa po doli ta ulan valla ata Gent Progni, ka një band, u arrestuar. Edhe kjo është fakt. Kështu që për këto arsye, unë mendoj që prokuroria e Tiranës duhet të ishte në mënyrë korrekte, duhet veprohet në mënyrë korrekte. Nuk duhet kishte vlerësuar masat në gjykat. Duhet të kishte vlerësuar vetë kishte urdhëruar lirimin e menjëhershëm të protestuesve. Do duhet ta kishim konstatuar për pavlefshmëri. Avokat, do duhet ta kishim ne tani një raport qoftë për ngjarjet e të martës apo edhe të njëjtës para parlamentit nga autoriteti mbikëqyrjes policore për sjelljen e policisë, pra jemi pak të vënuar në këtë aspekt, meqense dhe ministri thotë të presim AMP-n të flas dhe të shohim edhe pamjet pastaj. Kush është AMP-ja? AMP-ja është varësinë ministrit Brendshëm. Tu duhet tentonte prokuroria, do të ishte grup hetimor. Si në rastin e 21 janarit. A ju kujtohet 21 janarit? Po. Kush e hetoi? Prokuroria ngriti grupe hetimor dhe shkoi vetëm në vendngjarje. E përjashtoi me gardë, me polici. Pra kjo ishte një hetim, pavarësisht zhbërjes së rrugës. Por për momentin, prokuroria ngriti grupe hetimor në kuadër drejtim të saj edhe veproi vetë. Ç'është kjo? Do dalë AMP-ja me rezultat. Kush AMP? Ata që i vendosi ministri. Ata do dalin që nuk janë gjë tjetër veç se marrin, procedojnë në mënyrë paligjshme, me urdhra politik, me bindje politike, me komandë. Nuk është kjo AMP-ja. AMP-ja është për marrjen e masave disiplinore. Nisur nga akuzat, avokat Langozi, që rëndojnë ndaj protestuesve, rrezikon ndonjë prej tyre që të mbetet në qeli? Ne jetojmë në Shqipëri. Në Shqipëri çfarë nuk ndodh. Por unë mendoj nëse ne do kishim një sistem drejtësie korrekt, nuk duhet të ishin çuar për mas pare. Sepse kemi dy drejtësi. Drejtësia procedurale, që në rasti konkret është zero, dhe kur kemi shkelje procedure, patjetër duhet të kishim edhe parandalim të saj, do të ishin konstatuar pavlefshme, por kemi edhe drejtësinë në material, në materje. Që në rasti konkret sërish nuk kemi nevojë për arreste, edhe për caktime masesh. Por duke qenë se unë e kam ngritur problem shpesh herë, tu kemi një sistem, duke filluar polici, prokurori, gjykat, mbrojnë njëri tjetrin, sillen si një bandë në sistemin e drejtësisë. Dhe kjo mua më tremb në rastin konkret që mundet ketë miratim arresti, mund ketë edhe vlerësim masash të ndryshme, ekstreme, sepse nëse kanë marrë urdhër dikush nga prokurorët që duhet t'i lënë në burg, kjo do kaloj në këtë linjë. Dhe unë mendoj që ato çuna që janë aty, janë dinjitos. Janë arrestuar persona më me dinjitet në Shqipëri. Ata që nuk janë shitur, ata që nuk ka mundur politika të blej. Edhe kjo është që unë i trembem që edhe prokurorët do kenë marrë urdhra për t'i lënë në burg, sepse e dinë shumë mirë. Marrim rastin e Gent Progni, që është një ndër personat ka denoncuar aksin. Kujtoni ju se nuk i kanë shkuar me pas me para, nuk i ka pranuar, sepse ka dinjitet, edhe ashtu janë të gjitha ata protestuesët që janë arrestuar, jo vetëm ata, por ata që janë shesh. Më qëndro vetëm pak, zoti Langozi, se dua të pyes edhe për një moment tjetër, por fillimisht dua të pyes Gertin, si njohës, meqense e përmend edhe pak më parë truprojat, rojet fizike të ministrave apo të deputetëve, edhe ata kanë ushtruar dhunë ndaj protestuesve, të paktën në pamjet që janë parë apo edhe nga raportimet e gazetarëve. Do duhet të kishte një procedim edhe ndaj tyre, një ndalim edhe nga ta, me qënë se janë të identifikuar, si që është për shembull njëri prej tyre truproja i zotit Manja, apo edhe ministrave të tjerë. Dhe kush duhet të ankoj, kush duhet të bënte një ankes, apo një procedim për ta? Pa diskutim që kanë ushtruar dhunë, është faktike, është e provuar me pamje, bodyguardët e ministrit mbrojtje Nufi në daljen e pedonales në Ministrinë e Brendshme, kundrejt aktivistëve, vajzave që ishin aty, bodyguardi i zotit Manja që ka ushtruar dhunë në ambientet e një bari privat tek aktivistë, tek protestues, persona të tjerë që kanë bërë ofendime, sharje nga më të ndryshme kundrejt aktivistëve, sepse nuk bien dakord me qasjen e tyre dhe nuk ka nevojë as për një kallëzim në këto momente, sepse hetimi duhet nisi kryesisht, pamjet aty janë. Besoj prokuroria e Tiranës duhet ta ketë në vëmendje të plot gjithë këtë
situatë dhe përmes oficerëve të policisë gjyqësore duhet të nisi këto hetime. Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka shpallur arrestimin e 4 punonjësve të policisë, do të thënë, por që është minimal krahasuar me punonjësit e tjerë, sepse ju e përmendët pak çështjen e proporcionalitetit dhe mënyrës së provokimit. Punonjësi i policisë është profesionist dhe nëse goditet me vezë nuk mund marrë gurin dhe të qëlloj me gur. Ka metodat e tij të arrestimit, metodat e buta dhe metodat e forta, ka gjithë armën në dispozicion. Është servitur? Pa diskutim të duroj edhe çështjen emocionale, po edhe të jetë në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Se ne e pam që një punonjës policie humbi jetën në Korçë, se ishte në vendin e gabuar, pa mjetet e duhura. Dhe për këtë arsye, ato punonjës që janë aty dhe nuk janë përgatitur, nuk duhet të ishin aty. Që këtu fillon urdhri i gabuar. Dhe më lejoni t'ju them gaburime te mase konfidenciale, që ato kanë marrë urdhër në momentin e caktuar forcat e ndërhyrjes shpejt që ta shpërbëjnë grupin e aktivistëve që ishin aty në atë moment. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse kanë filluar me gazin lotësjellës, me spray edhe pastaj me goditjen e shkopive në gomës. Është 100% e sigurt. Pa diskutim që mund të amohojnë, mund të mos e pranojnë dhe mbi të gjitha do kalojnë si me administratën, siç e bëri kryeministri që tha, administrata e ka fajin. Pavarësisht se qasja e kryeministrit është që t'i shërbejë administrata për qëllimet e tij dhe policia kështu të përfundoi një ditë. Nuk ka pasur urdhra, do thënë zyrtarët e lartë, por zbatimi ka qenë i keq interpretuar. Pra gjithë këto shkaqe, kjo dhunë duhet të marrë hetimet e duara nga prokuroria. Avokati e përmendi pak, mund bie dakord plotësisht, ne nuk jemi në atë kontratën sociale të denjë, që pushtetet janë të ndara, që gjyqësori është i pavarur, që gjyqësori çon përpara hetime. Shqipëria ka uri për drejtësi. Dhe nëse s'do kishte uri për drejtësi, thirrjet apo problemet për drejtësinë nuk do të ishin aty në protestë, po janë gjatë gjithë kohës për tece, për hece, për probleme nga më të ndryshmet, sepse një vendim të vonon 15 vite, të vonon 20 vite. Pra, kësaj gjithë këto mangësi çojnë te moszgjidhja e gjëra dhe kjo do agravojë ditë për ditë më shumë. Nuk ka kthim pas. Avokati, je dakord me atë që tha Gerti në lidhje me truprojat, me bodyguard, truprojat, rojet fizike të ministrave të deputetëve, dhe me thënë që nuk ka patur një procedim dhe Gerti thotë që nuk ishte nevojë që të bëjë një kallëzim dhe tyre, se pamjet ishin aty, kur i përdorin pamjet për protestuesit, pse të mos i përdorin edhe për ta? Vepra penale të cilat duhet që të fillojnë kryesisht, sepse ata nuk mund të kryejnë veprime arbitrare ndaj protestuesve dhe ndaj personave që janë të identifikuar që janë protestë. Si mundet që të dali një bodyguard dhe të dhunojë një qytetar apo një aktivist pa asnjë motivi? Kjo do të thotë që këtu ka një mbështetje sepse nuk ka ndodhur kjo dhunë në një ambient ku ishin personat, për shembull ministri Manja, a ka qenë aty? Ka qenë aty në prezencë të tij, pra do të thotë që ai ka marrë urdhra në mënyrë të drejtë për drejtë për të dhunuar aktivistin. Edhe unë këtë e shikoj më problem, që të dali një person i zgjedhur dhe të dhunojë qytetarët për mendimin tim është jo vetëm se është e turpshme mënyra si funksionojnë, marrin, diskreditojnë qytetarë të ndryshëm që protestojnë, jo i proceduar, jo i dënuar, e çfarë lidhje ka kjo? S'ka të drejta të protestojë. Ka gjithë të drejtat e botës. Edhe ai dënuari që është brenda në burg ka të drejta që do t'i garantojnë, si garantojnë kur. Në djenin tënde nga kontaktet që ti mund të kesh pasur, qoftë edhe me familjarë të një prej të ndaluarve, është ushtruar dhuna ambientet e dhomave të paraburgimit? Nga informacioni që unë kam, e është ushtruar dhunë. Ai paraburgim aty, unë e sfidoj këdo ministër që është një skenë krimi çdo ditë. Sepse ata kanë arritur deri në atë pikë sa vjedhin ato sende apo produktet që familjarët i çojnë për të ushqyer, cigare, arrin deri në këtë pikë ai institucion aty që duhet vetohet. Ti marrin pamjet filmike dhe ti pyesin personat që kanë qenë brenda. Janë hajdut. Okej, është ushtruar dhunë. Ti kanë arrit ata. Të pyes edhe për diçka avokat, meqense ka marrë dhe urdhra, sepse kur del ministri i drejtësisë dhe mbështet veprime të krimit, normal do jemi në këtë pikë. Do dali dhe policia do dhunojë se varësi ka ministrin mbrojtje. Madje mos të themi që do ta dekorojnë, do ta ngrenë detyrë, se i ka shërbyer partisë.
T'ju pyes pikërisht mbi reagimet e një dite më parë sa kanë qenë të shumtat ministrit Lamallari, ka kthyer përgjigje protestuesve, gazetarëve, por në veçanti me kolegun tuaj zotin Seriani, i cili ka folur në emër të klientit të tij, ndaj të cilit dyshohet dhe pretendohet se është shtruar dhunë ambientet e paraburgimit. Ministri e ka kërcënuar deri diku se nëse nuk rezulton e vërtet, do të kërkojë edhe heqjen e licencës për avokatin Seriani. Keni një koment? Me qënë se ju jeni avokat vetë, zotin Langozi? Unë po e sfidoj zotin Lamallari të marri pamje filmike sepse aty ka një grup kriminal hajdutësh. Dhe nuk mundet që ai të kërcënojë një avokat në krye detyrës. Sepse një avokat përçon gjithmonë fjalën e klientit të tij. Dhe si mundet kërkojë ai heqje të licencës për një avokat që flet për të mbrojtur klientin e tij? Edhe në qoftë se avokati nuk do thojë të vërtetën, e ka ai në kontroll, nuk mundet që të imponosh mënyrën si mbron avokati klientin e tij. Sepse ndryshe ne do kalojmë në sistem diktatorial. Nga ndryshon sistemi diktaturës nga ky aktuali. Sepse avokati s'ishte i nevojshëm në kohën e diktaturës për partin pushtet. Sepse i cënonte interesat siç u cënuan zoti Lamallari. Si mundet të bësh presion një avokat? E kuptoj, dakord. Të falenderoj shumë avokat, na e bëre pak më të qartë situatën dhe çfarë do duhet presim. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Miru takofshim. Ndërkohë, Gerci të pyes sepse ka patur shumë reagime, regjia do ta ndihmoj pak edhe me pamjet asaj se çfarë ndodhi një natë më parë në ambientet e komisariatit numër 3 në kryeqytet, ku shkuan protestuesit pas bulevardit për të kërkuar dhe për të vijuar me thirrje të lironi çunat. Pati momente tensioni teksa u thyen disa nga xhamat e fasadës ambienteve të komisariatit. Pati me një reagime në rrjetet sociale, nuk e dim kush i inicioi, ka tentativa për të përçar, kanë tentativa për të nxitur përsëri dhunë. Pajtohesh se ke qenë në protest, vlerësove faktin që ka qenë qytetare dhe ka qenë pajësore, dhe kështu ka arritur deri në ditën e 36. Po këto pamje, këto momente e ndihmojnë? Është e vërtet, mbrëm, rreth orës 11, xhamat e komisariatit numër 3 janë thyer nga persona të identifikuar sot. Pra, mbrëm ishin të maskuar me ato bluzet, pa diskutim që ato janë pjesë e protestës, kanë emocionin e tyre, mendojnë se përshkallëzimi është i dobishëm në këtë moment, por thirrja është bërë dhe është ribërë që asnjë akt dhune nuk i bën nder protestës, nuk ka vlerë, nuk i paragjykojmë, e dim frustrimin, e dim dhimbjen, e dim vuajtjen e gjithë secilit prej tyre, mendojnë se duke bërë atë akt do ta shkundin një herë këtë regjim për të dhënë edhe ai ato shenjat e para të smbrapjes, se kemi parë që nuk merr komanda dhe vazhdon me propagandën e përditshme, dhe pa diskutim gjithë secili nga ato persona është i përgjegjshëm për gabimin që ka bërë dhe gabimet të tilla nuk duhet përsëriten në asnjë moment, as gjatë marshimit, as gjatë protestave përpara parlamentit, as gjatë protestës së orës 7. Dhe mbi të gjitha, çdo person që del në atë protest nuk ka nevojë as të fshihet, as të përdorë maska, ne jemi me emër, me mbiemër, mund të deklarojmë gjithçka, kontribuojmë për protestën, e suportojmë protestën, gjithë secili bën pjesën e tij, që nga diaspora atje, personat që janë këtu përmes mediave, çdo person tjetër që organizon fonin, komunikimin, marshimin, pankartat, gjithë secili po mundohet të kontribuojë. E kemi thënë dhe përsëris, dhuna nuk na bën der dhe dhuna nuk është e jona. E kuptoj nga ana tjetër, emocionin, vuajtjen, sepse në një farë forme gjithë secili nga ne ka rënë pre e çështjet emocionale. Që është e gabueshme, është gabim, është njerëzore dhe në ato momente kjo ka ndodhur. Pa diskutim, e gjithë protesta dhe pjesa më e madhe ka kërkuar ndjesë dhe ka bërë një hap pas. A janë provokatorë? A i sjellin partitë? Pa diskutim, skenari kam nga më ndryshmet. Shpesh herë kritikohet kuvendi kombëtar, kritikohet diçka tjetër, dhe unë mund të kem kritikat e mia për një aspekt apo një tjetër. Do të pyes pas pak për këtë, më lejo se nuk do ta lë Gercin të largohet ende. Për ta pyetur pak edhe për hapat që do të ndiqen në vazhdim dhe frymën me cilën duhet vazhdojë protesta, Ergjys Mërtiri na bashkohet në një lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen. Faleminderit për kohën.
Si e ke parë gjithçka ka ndodhur e gjithçka pritet të ndodhe edhe sot, në fakt teksa presim të njemi me masat e sigurisë ndaj 21 protestuesve, se duket sikur protesta e ka humbur atë forcën që pati gjatë qershorit. Iku ai moment dhe tashmë po kthehemi në një protestë më të radikalizuar, se ka patur thirrje edhe për ndryshim të formës, ndoshta mosbindje civile, pavarësisht formave, pastaj se ka forma të ndryshme të mosbindjes civile. Protesta nuk e humbur formën, përkundër protesta është forcuar edhe për shkak të zgjatjes së kohës. Protesta ishte pesi plot, ishte do të tregon se njerëzit vazhdojnë të kanë të njëjtën zëmbulje, të njëjtën qëndrueshmëri dhe të njëjtën vlerësim për protestën. Dhuna është më shumë provokimi policisë. Nuk ka pasur dhunë, ka pasur një angazhim të një grupi protestës për të vajtur tek parlamenti, për të bërë presion nga deputetëve, për t'u treguar atyre që nuk na përfaqësonin, për të treguar pakënaqësinë e tyre ndaj atij parlamenti. Dhe kjo është një gjë më normale në botë. Pjesa e kësaj ka qenë goditur me vezë. Për cilën unë personalisht duke se jam shumë dakord, por nuk e shoh se një problem dhe nuk e shoh se një dhunë për të konsideruar protesta e dhunshme. Gjithçka ka ndodhur sepse policia ka reaguar afër për të provokuar dhunë, me qëllim pastaj që të dalet propagandoj që protesta është e dhunshme, nuk është më ajo, janë të tjerë njerëz, protesta po shkon drejt instrumentalizimit politik, gjëra të cilat janë thjesht gënjestra banale, si ato me agent iranian, grek apo rus, që Rama i thotë se pas më parë. Pra Rama po i përdor të gjitha mekanizmat. Njerëz thonë se janë agenturat, njerëz konkurrenca turizmit, pastaj Irani, geopolitika, tani po thotë jo dhuna, jo po Berisha, jo po ku diun kush mbrapa. Ajo është protestë qytetare kundër Ramës dhe Berishës, dhe çdo përpjekje për të gjetur bift apo për ta nxjerrë atë, thjesht faqe rreth atij që e bën. E kuptoj. Të pyes pak për, meqense të kam edhe për atë që ndodhi para parlamentit, se e kemi komentuar gjithçka që ndodhi, fakti që u qelluan disa prej ministrave, deputetëve, u bën disa kostume PiS apo disa makina PiS. Po Partia Demokratike që nuk shkoi fare në seancë? Partia Demokratike nuk na shgënje, Partia Demokratike është për herë po e njëjta. Bilet më mirë bën që shkon në seancë, sepse prania e saj në seancë nuk sjell asgjë përveç se i ndihmon pushtetit. Kemi parë mosbindjen e saj civile, kemi parë dhe dialogun banal që bën opozita me pozitën, kush e ka urrëtitjen e protestuesve më të madhe, gjë që është politikë thjesht banale, i ndihmon Ramës për të provuar narrativ kundër palës tjetër, ndërkohë që luftën nuk e ka me Berishën, e ka me protestuesit në rrugë. E kuptoj. Duhet të ndryshojë diçka, zoti Mërtiri, nga kjo frymë e protestës, do të thënë, duhet të ketë një përshkallëzim ndryshe apo duhet vazhdohet ritmi në këtë formë, siç e pam edhe një ditë më parë se simbolikat në ditën e lindjes së kryeministrit ishin nga më të ndryshmet. Jo, unë jam i pikpamjes që protesta nuk ka çfarë përshkallëzoj. Protesta vetëm duhet të qëndrojë tashmë. Forca e protestës janë numrat në shtesh dhe rezistenca e qytetarëve, pra vullneti qytetar për të qëndruar aty deri në ikjen e Edi Ramës. Po kur nuk ka reflektim? Përshkallëzimi është diçka që i përket shoqërisë. Grupe të ndryshme shoqërore duhet të përfshihen, pra nëse protesta njerëzit thjesht dalin në shtesh, kjo mund të mbështetet nga studentët nesër që mund bojkotojnë mësimin, punojnësit administratës që mund bojkotojnë punën, intelektualët të cilët të ngrenë zërin dhe të flasin dhe të qëndrojnë dhe ata në krahun e protestës, pra shoqëria duhet të prodhojë reaksionin të cilën e nis protesta. Problemi është që Rama ka kapur thuajse gjitha stresat e shoqërisë. A do vazhdoj këto stresa të jenë të kapura apo do kuptojnë një moment që duhet i paskangjiten ndryshimit historik dhe jo të mbeten tek vegetacioni i statuos, këtë do vinë vlen ta shohim. Duhet presim shtatorin për këtë, sepse shteti është më funksional dhe protesta mund prodhoj mosbindje civile, pra protesta mund katalizoj mundësinë që shoqëria prodhoj mosbindje civile për të çuar Ramën drejt paralizës së qeverisjes. E kuptoj, po nëse nga Rama nuk ka reflektim, se edhe një ditë më parë përmendi edhe për mediat ndërkombëtare vazhdon të përmend që nuk kam ndërmend që të
Doriqe mas nuk e çojnë ndërmend. Ka nisur një sulm ndaj protestuesve, jetë tek aton ata tek e tek. Kemi parë më pas mesazhe të shpërndara edhe në rrjetet sociale ku kërkohet një sulm, meqense flasim për algoritmin që solli protestën në këtë pikë, duket se kërkohet nga ana e socialistëve dhe një kundërpërgjigje, ndonse zoti Mazniku më pas në rrjetet sociale tha se ato mesazhet publikuara janë të krijuara me inteligjencë artificiale. Do të thënë, ka një kundërsulm në po të njëjtën monedë përsëri përmes algoritmit nga qeverisja? Edirama nuk reflekton sepse Edirama nuk ka turp. Parimisht, një kryeministër normal, kur i ngrihet populli në rrugë, i ngrihet populli si nuk është ngritur kurrë ndonjëherë ky popull, as kundër Ramiz Beqit ka ngritur kaq shumë sa ka ngritur kundër Ediramës. Atëherë, thjesht fakti që ti thua që mund nuk e çoj ndërmend, do thotë që ti s'ke mend, ose ke turp, domethënë kjo janë sepse një kryeministër normal do të ikur, do të kërkuar falje dhe do të hapur rrugë normalitetit. Ai nuk e bën të dhe unë nuk kam dyshim që nuk e bën të sepse e njohim tashmë Ediramën. Shpirtja është që Edirama do iki në një mënyrë apo një tjetër, ose do iki me pagjirë, ose do iki me vullnetin e vet, ose në një lloj gjysmë faqe të bardhë ose me faqe të vetë plotësisht me turp. Tani ai edhe mund të jetoj, por ai do vazhdojë të jetojë me turp në krye. Ai nuk mund ta qeverisë dot në popull, sepse populli nuk e do. Populli ka dalë në tërë dhe thotë nuk të dua. Ti thua mund të rikto nuk çiki, nuk pyet për ju. Këto qeverisë që zotëri, njerëz që nuk të duan. Kjo është çmenduri. Por gjithsesi, Rama ikën me strëngesë, nuk është nga ata që ikën me vullnet. Atëherë shoqëria do të prodhojë strëngesën e dur ta detyrojë Ramën të largohet. Kjo do vlen shqet. E qartë. Ata çështja e algoritmit, sulmet që i bën ai protestët janë pjesë e paturpsisë, sepse është një kryeministër i kapur me prek në duar, njerëz të tjerë kapur duke vjedhur dhe janë në hetim ose burgje. Tani një njeri duhet të ikur vetë, sepse nuk ka fytyrë që i dalë me publikut përballë. Është njeri, është talipapa i 40 hajdutëve. Dhe nuk mund të thotë që talipapa s'ka faj dhe nuk di gjë. Një përveç saj, i del populli dhe thotë që nuk të duam, i del test, i shkrimi vetë në test, i thonë nuk të duam, edhe ai vazhdon thotë nuk i di unë, po fajnë ka populli dhe i gjen sa popullit dhe algoritmit popullit, kjo është pastaj nuk e di. Është ajo testi i kurseve vola, edhe populli të shkallet me miki popullit. Kjo kam detur. Okej, Ergjys, falenderoj shumë për kohën. Falenderoj dhe miru takofshim bashkë. Ndërkohë, ishte shumë i qartë. Ergjysi, besoj se pajtohesh, nuk e di me... Okej. Ka patur pak kënaqësi dhe duket sikur këtu ka nisur disa përçarje në të paktën 48 orët e fundit pas një mbledhje pesorëshe me disa nga ata që konsiderohen përfaqësues të disa grupimeve në protest për të krijuar Kuvendin Kombëtar Qytetar. Ke qenë pjesë? Jo, nuk kam qenë pjesë. E shikoj jo të momentit, pra është pak para kohë. Kam miq të grupit me cilin unë dalë në protest që kanë qenë pjesë, kanë pasur dëshirën e mirë dhe ai kuvend është nisur nga njerëz që kanë atë bën sensin për të kontribuar për protestën dhe kanë menduar si një lëvizje e tillë sjell benefite. Në këndvështrimin personal, dhe duhet thënë që është tejet personal, nuk përfaqësoj as grupe as numra, mendoj se nuk është momenti. Pra gjithë kemi një pikë 1. Dhe këtë e ka si ana e djathtë, si partitë e vogla, si aktivistët, si njerëzit pa parti, njerëzit që bëjnë aktivizëm në fushat e tyre, njerëz të tjerë qytetar, dhe pika parë është dorëheqja e kryeministit Rama përmes protestave masive çdo ditë aty dhe çdo herë të mundemi në gjithë pjesën e qyteteve të tjera europiane ose për te Atlantikut. Pra Afrika është që duke u krijuar ky kuvend të dalin disa përfaqësues me cilët Rama do të ulet të dialogojë, të negocioj, të iki apo jo? Nuk është kjo, nuk dalin dot. Pra, ato emra dhe ato numra, edhe nëse kanë qëllimin dashakeq, që nuk e kanë, nuk mund asnjëherë të shpërbëjnë atë rrymë dhe atë frymë që ka protesta. Janë 300 përfaqësues, 300 persona anti-establishment, nga më cilësorët që ka vëndyrën thuaj në një prej njoftimeve. Nëse luajmë pastaj me numrat e Rama me ato 800 mishën e vetë dhe ne me të, nuk shkojmë asgjë kundi. Pra, mendimi i përbashkët, boshti i përbashkët është dorëheqja. Dorëheqja vjen përmes protestave masive paqësore. Kuvendet, postimet, materialet që i qohen emisioneve investigative, hetimet e ndryshme, ndërkombëtarët që ishin ftesa për ndërkombëtarët dhe europarlamentarët këtu, janë të gjitha mekanizma se si një grup njerëzish pjesë e revolucionit flamingove, po duan të hedhin poshtë një regjim që ju thash nuk është vetëm të qeverisë Rama, por një regjim që kundërshton komplet diktatin e establishmentit 35 vjeçar. Tani qëllimi është Rama dhe Berisha si dy individ
apo flisni për socialist, për demokrat, ata që kanë gëzuar pushtetin nga 90-a e këtej, ata që nga 90-a e këtej vazhdojnë të jenë deputet, me thënë që... Çdo njeri që ka firmosur dhe ka vullosur shpërdorimin e fondeve publike nuk meriton dhe nuk ka as faqe të dalë përpara popullit të pretendojë të zgjidhet apo të pretendojë të mbajë të njëjtën strukturë. Pra kur themi Rama Hamburg, Berisha Hamburg është një djegje politike për këto dy figura dhe të gjithë boshtin e tyre që mbajnë poshtë vetes, sepse ato janë kreu i kolonës dhe nëse Partia Demokratike do i bënte një nder protestës, do ishte dalja e zotit Berisha për thënë që okay, unë iki dhe lëviz nga çdo pretendim që kam. Partinë Demokratike mund ta udhëheqin të tjerë, Partinë Demokratike mund ta transferojnë te të rinj që janë më tepër me vizion të pakapur dhe kanë një leadership që është shumë herë më i mirë se sa leadershipi i atij që është, por momenti që nuk e bën, atëherë ai është njëjtë dhe është më këmbës i kreut të regjimit që është Rama, i cili kuptohet që mekanizmat e tij ka plot e përplot djallëzor dhe mundohet ti implementojë kudo. Prandaj, nisem edhe një herë te Kuvendi. Kuvendi nuk është dashakeqës, ato njerëz që janë aty nuk janë dashakeqës, siç kanë emocion këto që përshkallëzojnë dhe bëjnë veprime që nuk janë fort mira dhe ato të Kuvendit kanë bërë veprime që në këtë moment janë të parakoshme. Do vi momenti, por ne jemi akoma në stadin e pikës 1 dhe nëse më lejoni të analizoj në pikat e më poshtme, pika 1 presupozon dorëheqjen e Ramës si individ, djegje politike që cili nuk do jetë më në skenën politike shqiptare, ndërkombëtare të bëjë çfarë doj pas të marrë një shtetësi tjetër dhe ti ke ande, se i ka pas ato pasionet e tij për jo NATO, jo sekretar, jo diçka. Po këtu në Shqipëri është non grata në sensin e revoltës popullore, siç edhe Mërtiri e theksoi. Kur një popull nuk të do, ti këtë do qeverisesh. Ana tjetër, momenti që mbaron kjo gjë, atëherë dalin pastaj te disa njerëz teknicien, të cilët do të mundsojnë shpërbërjen e ligjeve, anullimin e ligjeve, amendimin e disa ligjeve që janë e keqa e firmosur. Sepse pse dalim atje te parlamenti dhe hedhim një kokër vezë kundrejt një deputeti? Se ka firmosur atë të mallkuar ligj i cili është në dëm të interesave të familjeve, në dëm të interesave të mjedisit, në dëm të interesave ekonomik. Për këtë arsye, teknicienët dhe njerëz që me një metodë caktuar mund të votojnë, pra Kuvendi ose Nepali e bëri me Discord. Discordi është një rrjet social që përdoret nga ato që janë gamers, që luajnë ato lojërat online dhe mbi 100.000 persona votuan për ish kryetarin e gjykatës së lartë, e cila morin në drejtim qeverinë deri në një moment caktuar sa bëri këto ndryshimet. Me të bërë ndryshimet, gjithë secili do shkojnë në votime. Sepse ne jemi vend evropian dhe çdo parti, çdo individ ka drejtën të shkojë të garojë. Dhe pastaj ngelet po në dorën e popullit dhe ne po tentojmë me këto mekanizma të çojmë te populli të drejtën e votës, po jo votës se induktuar nga një grup kriminal në Vlorë, një grup kriminal në Shkodër, një grup kriminal në Shijak, të cilat në urdhrat qore dhe verbasit të partisë bien pre dhe bëjnë veprime të dhunshme, bëjnë shitblerje vote, bëjnë presione nga mëndryr, që ne jemi dëshmitar, dhe po ju them edhe si njëri i skenës, si ish kandidat në vitin që shkoj, ditë ta them me fakte konkrete dhe kemi thënë në çdo medium të mundshëm me ndërkombëtare dhe me organizatat e shoqërisë civile që kanë funksionuar në këtë mënyrë, dhe me emra, dhe me raste, dhe me skenar. Pra, kjo është skema, jemi akoma te pika 1. Te pika 1, hajde gjithë bashkohemi për një qëllim me metoda që i bëjnë nder protestës. Meqense përmend edhe Berishën pak më parë dhe Ramën, Rama thotë që unë nuk iki, po dhe Berisha thotë që do ikin në Amerikë vetëm si kryeministër, i dal pas zgjedhjeve të reja, zgjedhje të parakoshme. Kështu që ambicia përsëri është për të ardhur në pushtet. Është skandaloze dhe më tepër skandaloze, më lejoni t'ju them, është pjesa e forumeve rinore të dy partive të mëdha, po edhe partive të tjera që nuk ekzistojnë më, se janë vetëm emra kryetarësh, nuk organizohen, nuk votojnë, nuk ja marrin mendimin. Si ka mundësi që brezat e lindur në vitet pas viteve 90, futs edhe veten që jam me vitin 1991, të pranojnë këtë sjellje nga një kryetar dhe të mendojnë se nuk ka më shpëtim pas ikjes së kryetarit, nuk ka më jetë pas dorëheqjes së një kryetari. Më duket skandaloze të jesh qenie politike dhe të mendosh se ti do kontribuosh për të ardhmen e vendit tënd, dhe të thuash mos kryetar, mos mik, se po ikë ti u shpërbë partia, më duket sa anadollake, aq edhe ignorante në vetvete. Dhe për këto të rinj që vazhdojnë dhe shkruajnë në platformat e rrjeteve sociale apo kur dalin në televizione, mbrojnë kryetarët, realisht më vjen te i masë keq. Nuk ka logo, nuk ka kryetar që mund të mbajë peng dëshirën për liri, për drejtësi, për mbrojtjen e natyrës dhe për mbrojtjen e familjes. Dakor, shpresoj të ritakojmë përsëri. Falenderoj shumë për sot.
Ndërkohë, çfarë tha Rama sot në komunikimin e përjavshëm? Jam këtu për të udhëhequr Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, kur protesta qytetare që kërkon ndërheqjen e tij ka hyrë tashmë në muajin e dytë. Duke cilësuar zhvillimet si një vorbull e cila përzihet, kryeministri siguron të gjithë të shqetësuarit me standardet evropiane, detyrime që sipas tij ka vendi përballë Bashkimit Evropian. Qershia mbitor të kësaj vizite ishte ajo e papritura në intervistën me gazetaren e seksionit ndërkombëtar Deutsche Welles, ku për hir të vërtetës u surprizova nga mënyra se si gazetaria e kishte gëlltitur tërësisht çorbën e të pavërtetave lidhur me Zvërnecin dhe lidhur me marrëdhënien mes qeverisë dhe kompanisë që përfaqësohet nga Jared Kushner, duke mos e fshehur ajo se i përkiste kampit të gjerë të gjithë atyre që e kthyen Shqipërinë në një arenë për të bërë luftën e tyre me Trumpin, qofshin në Amerikë, qofshin në Australi, qofshin edhe në Europë. U përballa me pyetje të tipit që si mund të privatizohet të shitet toka publike, gjë që as nuk ka ndodhur, as nuk ka arsye të ndodh. Zvërneci është tokë private, Sazani është tokë publike, ku ende nuk kemi mbyllur marrëveshjen, pikërisht sepse ne po negociojmë partneritetin dhe shteti që do të jetë gjithnjë pronar i tokës do të duhet dhe për të realizuar marrëveshja do të jetë ortak në sipërmarrje. Pra as nuk është kërkuar në një shitje e tokës publike. Pastaj gjithë pjesa që ka të bëjë me zonat e mbrojtura, me kapitulli 27, me sa jemi ne të vetëdijshëm apo çfarë jemi ne në gjendje të sakrifikojmë deri dhe vetë Bashkimin Evropian për të bërë projektin. Një hata e madhe logjike, ndërkohë që historia është fare thjesht. Cilido që e ka shumë të qartë ose e ka pak të qartë, faktin që unë jam këtu për të udhëhequr Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, faktin që ne kemi një mandat popullor shumë të fortë për të realizuar këtë mision historik, faktin që ky mision historik nuk është i